do të por më tepër që një pjesë e mirë e tyre ishin të katapultuar dhe nuk ishin asnjë lloj lidhje me qarkun e Fierit, shumica e listës së mbyllur, ndërkohë që pjesa tjetër e listës së hapur ishin element të rinj, pa dashur t'i gjykoj apo po them t'i paragjykoj por rezultati folë qartë që nuk ishin ndonjë lidhje konkrete, nuk ishin ndonjë angazhim që të na jepte garanci se rezultati do të ishte pozitiv dhe do të ishte fitues për qarkun e Fierit. Për më tepër, ndinjata ime që e bëra dhe publike dhe pata, po them, një akt konkret për qëndrimet dhe mendimet e mia, duke i finalizuar edhe me tërheqjen time nga gara, ishte për faktin që zona që unë përfaqësoj, Bashkia e Divjatës, ishte totalisht e papërfaqësuar në listë, ndërkohë që nga Bashkia Fqinje, unë kam shprehur një status, kishin 2 kandidatë në një lagje dhe ishin realisht 2 kandidatë në një lagje të futur në listën e mbyllur. Pra, ndërkohë që një pjesë të bashkisë të qarkut të Fierit, një bashki që bën edhe diferencën së paku me një mandat deputeti plus minus një mandat deputeti, u vu në gjumë, pra totalisht e përjashtuar po themi, ndërkohë që nga ana tjetër vendosin 2 njerëz, 2 kandidatë që nuk kanë asnjë lloj ndryshimi nga njëri tjetri, pra që përfaqësojnë të dy të njëjtën gjë. Dhe vetmja arsye pse u bë kjo skem, nuk di të them, por nuk kishte lidhje me maksimizimin e votës të opozitës, mund të kenë qenë interese të tjera, por absolutisht jo maksimizimi i votës. Kështu që në kushtet e një, po them, injorimi total që ju bë zonës që unë përfaqësoj, kisha detyrim moral edhe përpara atyre qytetarëve që më kanë votuar mbështetur në gjitha ato kauzat opozitare në 4 vite, që s'kanë qenë as pak thjeshta, e kisha detyrim që të bëja një akt konkret, dhe kjo është tërheqja dhe në një farë mënyre mos po them miratimi dhe me akte konkrete të kësaj lloj skeme, po them, nuk di si ta quhet, kësaj lloj liste as pak përfaqësuese dhe as pak fituese që nuk kryhet herët, që nuk kryhet të shkallës. Komponi që e kishit për mua nuk ka parashikuar diçka të tillë duke parë listat. Po, absolutisht, nuk është as pak surprizë rezultati. Qarku i Fierit pritej midis 3 dhe 4 mandateve. 4 mandate u mbrojtën vetëm nga kodi, sepse kodi është i tillë që ti nuk zbret dot në 25%, sepse është, si thua, shpalca e demokratëve dhe baza kryesore, jo thjesht simpatizantët, por edhe strukturat e Partisë Demokratike në qarkun e Fierit. Qartë, mirë, zonja Dori, po ju e komunikuat këtë shqetësim edhe atëherë me drejtuesit më të lartë Partisë Demokratike? Me drejtuesit më të lartë dhe vetë kryetarin e Partisë Demokratike. Kam qenë në komunikim të vazhdueshëm së paku vitin e fundit, duke dhënë në dieni për gjithçka që ndodhte në qarkun e Fierit dhe sepse lista finale ishte në fakt, si thua, kurorëzimi të gjitha përpjekjeve dhe të gjitha skemave që kanë ndodhur në këtë qark në vitin e fundit, ishte përgatitur terreni që të ishte një listë e tillë përfundimtare që në fakt siguronte thjesht mandatet ose rrogën prej deputetit të disa individëve të caktuar, por asnjë lloj produkti për Partinë Demokratike, për demokratët dhe për shqiptarët që të mund të sillnim dhe të bënim realitet të rotacionin politik që duam të gjithë. E qartë. Por a u angazhuat në zgjedhje, zonja Dhori? Jo, nuk jam angazhuar në zgjedhje dhe prandaj kam mbajtur një qendrim publik edhe si detyrim që kisha nga gjithë atyre njerëzve që më shkruanin pafund, që kërkonin emrin në lista edhe kur shpërndaheshin, po them, këto flet gjatë fushatës, dhe për t'i sqaruar që unë nuk jam pjesë e kësaj fushate. Patjetër që kushdo që ka edhe